kusht kufini mes shitësit profesionist edhe ati manipulatorit, edhe manipulusit. Po, kufini unë mendoj që ai që do me manipuluar në start, na i dallojmë për çdo ditë, manipuluesi do me ti marrë paret, apo dhe nuk interesohet heq për ty. Aten, unë po du me një cëtjen, aten se edhe në trajnime praktikoj me sena thjeshta. Unë po tani rast njëherë me shku me ble atleta. Atleta, po shkoj në dyqan, pejbile më ka ndodhë kjo. Kjo ndodhë gjithka. Është gabimi ma e masë që e bojnë. Po afrona, po më pëlqen i dizajn, po afrona aty edhe pepës e hina në dyqan, thash po më pëlqen që kjo modeli atleteve, a kej numër 42. Tha po, tash i këshyre më dhek. Ne, pa tash edhe po shkojmë i punën i parë 41 gjys, okej? E tha merre, tha që to të bojnë ta marrën dhe shoh që siklet. Merr një 3-4 çika tjera. Atë sa bukur po trinu ky model kështu. Unë kisha vetëm siklet, thash unë ton ditë jam kom. Për mua shumë e rëndësishme nuk e kam rëndësi apo më rinë më qash mirë sa apendive të rahat. Sa të bukur kështu qasha nisëm me sikletu. So që më njerë deshta realisht u largova. Rëndësi, adin, që ka ishtë desht me bo, që ndodhen shumicën e butikave që ndodhë, kjo është po, kem ose s'kem këtë model, kem diçka ngjeshme, për çka i ki këto, adin mu interesua ki për me qëndru ton dita, ki me vrapua, ki me luj futbol, për çka është arsye që oke, nëse është për këto, atëherë na mujë me të ofru zgjidhje tjetër. Këto modeli janë ngjeshme që shkojnë. Edhe me ngjyra, mu interesu ma sporti, pse, qysh, atje me kryuni e jo me tilon se në ndorë. Ajo është shqitje manipulative. Atje nuk për interesu, ajo veç do me ti marë, paret e qa e kliente e dalon këto. Në qëtë arsye është shumë rëndësishme për thjesht me ndizhu, edhe ma ndi me ofru zgjidhje ma të mirë të mundshme. I dashur ti që po na sheh e po na dëgjon, ma e meni diçka. Njeriu që blen nuk blen produkt, blen ndjesi, blen diçka që e bën me u ndje mirë, e jo këpuca që keni dasht me i shit Denisit që ja vrojnë kamp. Denis, e dim që shitja përveç tjera kërkon qëndrueshmëri të fortë, mindset të fortë, sepse në çdo ditë nuk mundesh me qenë shitsi mire me fitu gjë. Nëse dikush është i të pa sot për herë të parë, ka fillu shitjen, çka kishe me i thonë që ati? Sen e parë që i kisha thonë, ose që i kisha rekomando, është me kriju qëndrueshmërinë fizike ma sporti, me pas ushtrime.